Celibashi në konferencën e sotme me gazetarët tha se aktualisht janë 115 materiale kallëzuese të referuara në SPAK, të cilat vijnë nga burime të ndryshme si partitë politike, denoncimet online apo qytetarët. Në këtë konferencë ai u përgjigj edhe akuzave të Partisë Demokratike për parregullsi në procesin e votimit të emigrantëve në Greqi. Sipas tij, janë 144.000 votues që e kanë sjell fletën e votimit nga diaspora. Numrat tregojnë që sistemi ka funksionuar, po flasim për një sistem që është përgatitur për një kohë të shkurtër, tha ai. Por Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin se shumë qytetarë nuk kanë mundur të marrin zarfin me fletët e votimit në adresën e tyre apo në zyrat postare, dhe disa herë persona të pa autorizuar kanë tërhequr zarfe në emër të tjerëve, duke i cilësuar këta individ si të lidhur me Partinë Socialiste. Në SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Dhe në total janë të regjistruara 35 procedime penale nga SPAK. Nga këto 35 procedime penale, 8 janë të regjistruara kryesisht nga vetë SPAK. Për sa i përket të dhënave të marra nga prokuroria e përgjithshme, janë 32 kallëzime për vepra penale në fushën e zgjedhjeve, në prokuroritë ndryshme, 3 në prokuroritë e Tiranës, 4 në prokurorinë e Elbasanit, 3 në prokurorinë e Sarandës, 2 në prokurorinë e Durrësit, 3 në prokurorinë e Kukësit, 2 në prokurorinë e Gjirokastrës, 5 në prokurorinë e Fierit, 1 në prokurorinë e Korçës, 5 në prokurorinë e Dibrës, 2 në prokurorinë e Vlorës dhe 2 në prokurorinë e Shërbimi DD-s. Ka 11.000 votues nuk kanë mundur t'i gjejë, nuk kanë mundur t'i kontaktojë. Dhe do të thotë që këto 11.000 zarfa janë në zyrat e tyre, për këta 11.000 të cilët ne e kemi pak a shumë. Celibashi theksoi se çdo institucion po ndjek me vëmendje parregullsitë për krime zgjedhore. Nga Prokuroria e Përgjithshme janë regjistruar 32 kallëzime penale në prokurori të ndryshme të vendit.